Përshëndetje të nderuar teleshikues të televizionit Koha, por i takojemi sërish për një tjetër intervistë, për një tjetër bashkëbisedim këtu në studion ton, ku sot do të flasim për shkollat e mesme profesionale, do të flasim konkretisht për shkollën e mesme teknike komunale Gostivari nga Gostivari dhe për këtë kemi të thirrur drejtorin e kësaj shkolle, zotin Besir Saliu. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni sot këtu me ne. Faleminderit. Atëherë, zoti Saliu, fillimisht do doja një prezantim hyrës të shkollës së mesme. Shkolla e mesme teknike komunale ka një histori të veçantë. Normalisht si fillim është themeluar ka vitet 60-ta. Për shkak se tregu i punës jashtë kohë ka dashur të ketë një shkollë të mesme profesionale të bransheve të ndryshme. Dhe si fillim ka pas ditë drejtime arsimore, drejtimi i elektroteknikës dhe drejtimi i maqinerisë. Më vonë ka fundi i viteve 80 hap edhe drejtimi teknik kimiko-teknologjik. Brenda kohë, shkolla e mesme teknike komunale ka pas reformat e veta, pikërisht reformat e para fillojnë ka vitet 97-8, kur I kemi reformat e programës fare, dhe normalisht merr hovin e vetë ku hapen edhe drejtime tjera, si që drejtimi I IT-s, ose elektroteknik me automatik, edhe me ku hapen edhe drejtime tjera që sot ekzistojnë në shkollën tonë. Do të flasim pak më vonë lidhje me gjitha drejtimet që ofron shkolla juaj. Megjithatë, do doja të di si shkollë profesionale, konkretisht shkolla juaj, por edhe në përgjithësi shkollat e mesme profesionale, sa interes ka për këto shkolla? Është të çuditshme, po që se bëhet një analizë detale në lidhje me çështjet e shkollave profesionale në nivel të shtetit tonë. Sikur shkollat profesionale vite me radhë janë lanë me një skaj apo me një humner dhe sikur interesimi I shtetit nuk ka qenë në nivelin e duhur, për shkak edhe nuk e ka pas vlerën atij ku do të ketë shkolla e mesme profesionale. Unë mendoj se shkollat e mesme profesionale teknike duhet ta kenë vendin e merituar, për shkak se janë shkolla ku përgatisin kuadër potencial profesional, arsimor dhe funksional, që normalisht tregut punës për shtetit I duhen në perspektivë dhe çdo herë I është dashur për çështjet e ndryshme apo për branxhet e ndryshme të nivelit të shtetit. Qoftë në aspekt shtetëror, qoftë në aspekt komunal apo rajonal. Megjithatë, a vazhdoni ta ndjeni edhe ju këtë trendin e interesit më të madh për gjimnazet apo për disa degë që janë ndoshta më trendi apo më të pëlqyera nga nxënësit? Shkollën tonë teknike profesionale ka shumë reforma. Do thotë ne për moment kemi ecë me tregun e kohës të punës, po që se bëjmë një komparacion me shkollat e përgjithshme siç janë gjimnazet apo shkollat tjera, kupton? Shqyqohet se kohët fundit, realisht tregu I punës nuk ka nevojë për kuadër të tillë, për shkak se një shkollë e mesme profesionale siç është gjimnazi, nuk I duhen të ketë kuadër që nuk ka nevojë të tregu I punës. Le të ketë kuadër që vërtet ka nevojë të tregu I punës, që nesër tonë nxënës që të mbarojnë ato liderë të thoja, që do mbarojnë një shkollë të mesme të përgjithshme profesionale, të shërbejnë qytetit, shtetit, atij ku duhet, për shembull mjekësi apo në branxhet apo profile tjera. Në shkollat e mesme profesionale tregu I punës ka nevojë për punëtor të kualifikuar në profile dhe drejtime të ndryshme arsimore, për shkak se ato janë perspektiva e ardhmërisë, janë vizioni I ardhmërisë dhe duhet shteti në këtë drejtim të investojë më së shumti në aspekt infrastrukturor, material edhe profesional. Cilat janë drejtimet që ekzistojnë në shkollën tuaj dhe cilat janë ato drejtime që frekuentohen më shumë? Shkolla teknike e Gostivarit është një shkollë që ka një vizion, ka një qasje dhe ne së bashku e kemi dalë si kolektiv që sot një shkollë që para disa viteve ka numëruar nivel shkollës mbi 400 nxënës, sot nivel shkollës kemi mbi 1000 e diçka nxënës. Para disa viteve shkolla ka pas 112 punësuar, sot ka mbi 160 punësuar. Sot ka shumë drejtime dhe profile të reja arsimore që janë me kohën, që janë me tregun e punës dhe që janë me vizionin. Sot shkolla e mesme teknike ka një infrastrukturë moderne,
ashtu si që duhet të ketë një shkollë profesionale bashkohore, sot shkolla e mesme teknike e Kosivarit ka një kuadër potencial arsimor të kualifikuar me cilësi dhe me kualitet ashtu si që duhet. Tash mos flasim për çështjen e infrastrukturës, pikërisht në aspektin e mjeteve didaktike. Kështu që mendoj se ja kemi arrit atë që dasht arrim në vizion. Sot kemi drejtime të reja, siç është drejtimi i arkitekturës në shkollën e mesme teknike, drejtimi i kozmetikës, drejtimi i grafikut, drejtimi i dizajn dhe grafik, dhe kemi drejtimin e IT-s normalisht, teknik elektronik me telekomunikim, teknik energjetik, dhe kemi drejtimet me shkollim 3 vjeçar, siç është elektromontues, që kemi një bashkëpunim me kompaninë EVN, kemi drejtimin e teknik makinerisë dhe branche tjera të makinerisë, siç janë automekanika edhe kështu me radhë. Do thotë, është një shkollë që sot ka 7 drejtime arsimore dhe mbi 15 profile arsimore, duke filluar prej shkallës 2, shkallës 3, shkallës 4 dhe shkallës 5, ku nxënësit përgatiten si profesionalist apo si specialist të një profili apo drejtimi arsimor. Cili nga këto drejtime është më i parapëlqyer nga nxënësit? Interesant, më i parapëlqyer është drejtimi i IT-s, drejtimi i arkitekturës, sidomos këtë fundi drejtimi i dizajnit dhe grafikut. Edhe drejtimi i kozmetikës, normalisht shumica e nxënësve inkorporohen atë drejtim për shkak se me mbarimin e një drejtimi të tillë ato përgatiten apo afsohen në mënyrë funksionale për tregun e punës, që normalisht siguron edhe jetën e vetë në të ardhmen. A ka mjaftueshëm informacione tek nxënësit apo edhe tek prindërit në lidhje me këto drejtime, në lidhje me ato që do të mësojnë, do të studiojnë realisht? Prindit e tashëm, krahasim me prindit tonë, normalisht kanë më shumë interesim për fëmijët e tyre, edhe pikërisht i japi rëndësi, sidomos shkollave mesme profesionale, siç është shkolla jonë, që sot jemi si model shkollë, nuk është rastësisht sot në shkollën tonë për vetë nxënësve të Kosivarit, gravitojnë nxënës shumë prej tetove kemi. Kemi për Kërçove, Dibre, kemi për fshatrave të Kurshevës, Velezit, Pilepit, edhe kështu që interesimi është jashtëzakonisht i madh, për shkak se perspektiva apo rrotëmëria është në shkollat e mesme profesionale të drejtimeve dhe brancheve tjera arsimore në nivel të shtetit. Me që jemi tek drejtimet, kur bëni për zgjedhjen e hapjeve të drejtimeve të reja, ku bazoheni? Bazoheni tek tregu i punës, bazoheni tek ajo që nxënësit parapëlqejnë, apo tek ajo që e shihni se për çfarë ka më tepër nevojë? Kështu që tregu i punës kërkon normalisht kuadër tillë profesional që do të kontribuojë në ardhmërinë e gjeneratave të ardhshme, për shkak se për moment tregu i punës pikërisht në rast se flasim në aspekt rajonal, kapim komunat, siç është Tetova dhe Kosivari, paraqitet mungesë. Atëherë gjatë procesit mësimor, a keni kombinime edhe me praktikën, a ka praktik përveç pjesës teorike tek nxënësit dhe ku realizohet kjo praktikë? Ne jepim shumë rëndësi mësimit dual apo mësimin nëpërmes punës, ku të gjithë nxënësit tonë, duke filluar prej vitit ditë, fillojnë nëpër kompani të bëjnë pjesën praktike apo mësimin nëpërmes punës. Ne kemi memorandum bashkëpunimi me shumë kompani në nivel të komunës së Kosivarit dhe rajonit Tetovës dhe shumë e radhë, mbi 100, ku nxënësit bëjnë pjesën praktike dhe realizojnë ashtu siç duhet, siç e kërkon programi dhe plani mësimor. Këtë drejtim ka vështirësi ngecje, megjithatë ne ja dalim për shkak se jemi në hap me kohën, kështu që si shkollë punojmë në drejtim, kemi koordinatorët tonë dhe pjesën e stafit që merret me këtë punë, pikërisht mentorët, dhe e realizojmë ashtu siç duhet të realizohet pjesë e mësimit praktik. A ka raste kur me njëherë pas përfundimit të shkollës së mesme, dikush nga nxënësit të futet direkt në tregun e punës, në këto kompani që ju keni edhe memorandume bashkëpunimi? Po, kemi raste ku, për shembull, ne kemi memorandum bashkëpunimi me kompaninë e EVN-s, ku me mbarimin e shkollës së mesme nxënësit tonë inkorporohen në këtë kompani, një kompani shumë serioze, e dini edhe vetë. Kemi memorandum bashkëpunimi me kompani Frigoteknika, ku me mbarimin e shkollës mesme teknike profesionale nxënësit janë inkorporuar në atë kompani, Lear kompani edhe shumë kompani tjera serioze ku nxënësit ndjekin mësimin dual, dhe normalisht me mbarimin e shkollës kompani u hap mundësi apo qaste që ato nesër të bëhen njerëz të kualifikuar apo profesionalistë të atyre kompanive. Mendoj se kemi një bashkëpunim permanent dhe sistematik dhe këtë formë realizojmë planin dhe programin e mësimit praktik apo mësimit dual në kompani të ndryshme
qoftë të Tetovës apo Gosejarit dhe Megjera. Ndalemi pak edhe tek kuadri, sa realizoni trajnime, projektet ndryshme, sa keni bashkëpunime edhe me shkollat e tjera? Realisht, kemi një bashkëpunim mirë fillt me të gjithë shkollat profesionale në nivel të Maqedonisë, pikërisht në shkollat e drejtimit të teknikës, siç është elektroteknika dhe makineria. Kemi mbi 9 shkolla memorandum bashkëpunimi me këto shkolla, normalisht ku këmbejmë apo ndrojmë qasje të anës profesionale, shkëmbejmë ide, mendime, propozime dhe në këtë formë hecim me novitetet dhe me inovacionet bashkohore. Se i përket trajnimeve në nivel shtetit, kohët fundit dekadën e fundit shumë pak ka. Kështu që unë apeloj që pikërisht me Ministria e Arsimit edhe restorat tjerë që mirë me këtë trajtimit të japin shumë rëndësi, pikërisht shkollave mesme profesionale, për shkak se kanë nevojë, mësimdhënësit, apo kuadri arsimor që të hecë me kohën ashtu siç duhet në mënyrë permanente, dhe normalisht ke qasje që të gjithë plani dhe programi mësimor të realizoj në bazë noviteteve dhe risive që paraqiten shkencë, apo në profesionet të ndryshme dhe branxhe të ndryshme të drejtimeve përkatëse në nivel të shkollës. Ne përgatitjena, si shkollë në mënyrë interne, kemi përgatitjet tona, të hesë me gjithatë çështja e Ministrisë së Arsimit duhet ta ketë rolin vendimtar pikërisht për shkollat e mesme profesionale që të përgatisë kuadër potencial për radhëmërinë apo për perspektivën e shtetit. Të ndalemi pak edhe tek sfidat. Një nga sfidat e shkollave të mesme, domethënë që kanë drejtime të caktuara, ka mungesë të librave për njësitet mësimore të caktuara. Si a dilni, si a dalin mësimdhënësit, si zhvillohet procesi mësimor? Është problemi ka në moqët lidhje me çështjen e teksteve shkollore. Mund të them me dekada, mas paku 2 dekada, kështu që kompetent këtë drejtim më së shumti është Ministria e Arsimit, e cila duhet përgatisë pikë pari mjetet didaktike për nxënësit, tekste shkollore apo diçka tjetër. Duhet ketë qasje të komisioneve dhe të kuadrit, apo safat që ato që të miren me këtë çështje të jenë njerëz kompetent dhe adekuat që të përgatisin tekste shkollore, kështu që në këtë drejtim ka shumë vështirësi, shumë ngacje, pikërisht ka anomali me formimin e komisionit në drejtim, ku shumica e njerëzve të cilët tentojnë të mirën me programe dhe me tekste shkollore nuk janë edukat. Ka shumë gabime, shumë përmirësime gjuhësore, teknike dhe kështu me radhë, kështu që shkollat e mesme teknike në këtë drejtim janë shumë bazdore. Për shkak se Ministria së bashku me resorat tjerë nuk ka kontribuar ashtu siç duhet në këtë drejtim. Pikërisht tek pjesa e mësimit tek paralelisht shqipe ka vështirësi dhe ngacje. Ne ja dalim për shkak se kemi një shkollë bashkëkohore, një shkollë me teknik përsosur, një shkollë ku secili kabinet apo amfita apo punëtori ka mjetet e veta bashkëkohore, siç është RCT për rektorit dhe kështu me radhë. Kuadri arsimor aktivet profesionale përgatiten së bashku në këtë drejtim dhe realizohet programi ashtu siç duhet, normalisht me të vështirësi apo të ngecje që duhet njerëz kompetent të mbijnë, siç është Ministria e Arsimit dhe organet tjera përkatëse. Si drejtor shkolle, por edhe vetë mësimdhënësit, a kanë marrë ndonjë iniciativë për të bërë ndonjë kërkesë për ta marrë më seriozisht çështjen e librave, teksteve shkollore? Ne si shkollë kemi marrë iniciativa disa herë, unë personalisht me ekipin tim, megjithatë ndryshime apo thirrje pozitive nuk ka këtë drejtim, sikur është harruar, sikur është venduar në veshjen e shurrur dhe kështu që problemi i njëjtë paraqitet vitet me radhë, po besoj edhe këtë vit të kenë vështirësi dhe ngacjen pikërisht në drejtimin e literaturës apo teksteve shkollore, apo drejtime dhe profile arsimore. Është një problem shumë serioz Lerona. Për shkak se mendoj qasja më e rëndë në këtë drejtim është për shkak se Ministria e Arsimit ato duhet ta kenë një projekt përbashkët se si ti avancojmë vlerat e çështjeve të teksteve shkollore apo tonë. Më duket se ato nuk kanë njerëz kompetent të cilët duhet mirë me këtë çështje, se është shumë problematik serioze dhe në rast se këto e zgjedhin këtë problem shumë lehtë, atëherë sot që vitet tjera të ecin ashtu siç duhet. Problemi pikërisht është aty, për shkak se nuk kanë kuadër apo stafat pikërisht tek drejtimet dhe profilet profesionale për shembull të elektroteknikës, se sot kemi mungesë të madhe të kuadrit arsimor në elektroteknik, makinerie dhe në branxhe tjera arsimore. Unë di se mbas 3-4 viteve shteti do të jetë në kolaps këtë drejtim, pikërisht pjesën e Maqedonisë Perëndimore ku gravitojnë shqiptarët për shkak, ja të marr një shembull më thjesht.
Për 4 vite mu 10 profesor të elektroteknikës dhe makinerizëm kalën në penzion. Kush do t'i zëvendësoj ato? Ose të marrin shkojnë pak më gjerësisht, kupton. Kompanitë serioze që janë sot nuk kanë ekip apo nuk kanë njerëz profesional të tjerë bransheve, të tjerë detyrime. Problemi është aty se tash nuk du të kritikoj njerëz, megjithatë është një problem shumë serioz tek ne para. Atë marrim për shembull ta marrim Universitetin e Tetovës. Profile drejtimi arsimore për plot, ekonomisë, drejtësisë, mos flasim për çështjet landëve humane, kupton. Pse ato nuk insistojnë të japin propozime atje ku duhet edhe të hapin drejtime dhe profilet e elektroteknikës dhe makinerisë. Ose ta marrim UJL-n, shtulin, e njëjta situatë më. Ka një mekatronik më duket me shkollim 3 vjeçar, shkoton. Megjithatë kuadri mekatronikës nuk mund të jetë inxhinier. Nuk përgatitet në një profesionale, qoftë për tregun e punës, qoftë në për institucione që të hapin kontributin e vet. Pikërisht këtë drejtim duhet institucionet tona, arsimore dhe thoshëm universitetet, punojnë dhe në duhet me çdo kusht të japin rëndësi pikërisht këtyre drejtimeve, se pa elektroteknikë dhe makineri nuk mund të ekzistojë edhe shteti. Ato janë çdo herë ardhmëria dhe perspektive një shtetit, apo ato janë një bazament i mirë fit të një shteti. Si e shihni ju këtë? A mendoni se ka një paragjykim për këto shkollat e mesme profesionale? Mendoj se problematike duhet shtrohet në këtë drejtim. Pikërisht Ministria e Arsimit së bashku me resurset tjera që janë në drejtim, së bashku me Universitetin në nivel shtetit, duhet kemë projekt përbashkët së bashku me komunat, që të shqyqojnë se në vizion të ardhmin tregu i punës për çfarë drejtime dhe profilesh arsimore ka nevojë. Mendoj se nuk ka nevojë sot ne të kemi ekonomista, për shkak se besoj se kemi ekonomista mjaftueshëm, ose jurista, ose drejtimeve tjera. Sot Maqedonia si shtet ka nevojë të ketë njerëz kompetent pikërisht në këto drejtime, në këto branche arsimore, të cilët ka nevojë tregu i punës, është ardhmëria apo perspektiva e shtetit që në këtu. Në këtë qasje duhet të punohet pikërisht në universitete, edhe me Ministrinë e Arsimit në korrelacion që të zgjidhet problemi njëherë për gjithmonë, se besoj, shpresoj se në të ardhmen e shtetit të jetë kollaps dhe të jetë. Në rast se s'ke makinerist mirëfillt, ose të elektroteknikës, ose të energjetikës, ose të branshit të inxhinierisë, arkitekturës, ku nuk mund të ekzistojë, shteti të funksionojë siç duhet. Pikërisht këtë drejtim besoj se ka vështirësi, ka ngecë. Duke qenë se edhe pak më herët e përmendëm, pak a shumë edhe reduktimin e numrit të nxënësve në shkollat fillore, megjithatë ju si shkollë profesionale a e keni ndjer këtë zvoglim, po themi, të nxënësve? Tash në rast se themi se jemi lider në nivel shtetit për shkollave mesme profesionale, dikush do thotë çka thot drejtori. Është e vërtetë se ne kemi jetë më një permanente, sidomos këtë dekadën e fundit, dhe sot jemi shkollë që e potencova mbi 1000 nxënës kemi. Një kuadër mbi 160 mësuar. Vetëm vitet e fundit jam mësuar mbi 50 mësimdhënës. Vetëm vitet e fundit kemi mbi 600 nxënës më shumë se para disa viteve. Mos flasim për infrastrukturën dhe për mjetet didaktike bashkëore shkollës, jemi lider qoftë komunës e Kosivari, qoftë mund të them edhe në nivel të shumë shkollave mesme profesionale në nivel të shtetit të Maqedonisë. Vetëm me punë arrihen sukses dhe rezultatet, pa punë nuk ka kurrë. Jemi shkollë që sot kemi ne shumë projekte me vlera me miliona, që kemi realizuar në shkollën tonë dhe hecim në një permanente këtë drejtim që shkolla e mesme teknike profesionale e Kosivarit të jetë një model i shkollave mesme profesionale në nivel të shtetit. Me punë, me përkushtim, me grup të shëndosh, me kolektiv të shëndosh, ja kemi ndarë se sot jemi shkollën më të mund të themi shkollë shembull në nivel të shtetit. Kur jemi tek projektet, sa keni mbështetje nga organet kompetente për realizimin e këtyre projekteve? Çështja e projekteve është çështje shumë serioze, Lerona. Për shkak se projektet, unë nuk mund të pres prej komunës Kosivarit të më sjellë projekte. Ne duhet vetë punim për projektet. Ne kemi ekip mësimdhënës, duke filluar prej drejtimit të arkitekturës, elektronikës, makinerisë, IT-së, edhe kështu grafikës, dizajnit që punojnë këtë drejtimit dhe konkurrojmë. Për shembull, kemi një projekt që kemi konkurruar në nivel të shtetit, nga banka botërore. Kemi fituar një projekt me një sumë afër 500.000 euro. Kemi një projekt tjetër që kemi fituar nga banka gjermane dhe sfida rajonale, GIS, nivel ballkanit që kemi fituar me shumë
mbi 500.000 euro. Kemi memorandum bashkëpunimi me kompani serioze gjermane, BMW-s, BMW-s, që presin përgatisin di modular apo di punturima bashkore për drejtimin e profilit arsimor të automekanikës. Dhe kemi shumë projekte tjera që i kemi realizuar, apo që duhet i realizojmë brenda kohë, kështu që pra shkak edhe kemi një shkollë bashkore. Vetëm për kushtimi puna e përbashkët të arrijnë qëllimet e duhura. Në rast se ne presim prej shtetit, apo prej komunës, e cilën nuk ka mundësi dhe mjetet të normalisht të ndihmojë, nuk mund të hesim para. Gosivari ka 4-5 shkollat mesme, po mos flasim për shkollat fillore, për shkollat nëntëvjeçare, ku ti ndihmojë para, komunën e Gosivarit. Njerëzit që zgjidhen, duhet të formojnë ekipën e vetë bashkërisë kolektive dhe të hesim para, të ndjekim projekte, të konkurrojnë projekte, të punojnë se duhet shumë përkushtim, shumë punë. Për shembull, një projekt neve na ka kushtuar 2 vjet kohë. Ne kemi realizuar, apo projekti tjetër 1 vit e gjysmë, apo projekti tjetër 1 vit e gjysmë prapë, kupton? Vetëm me përkushtim me punë mund të realizojnë projektet. Askush nuk fal kur gjë, në rast se ti nuk insiston, nuk punon që të arrish atje ku duhet të arrish, mendoj si personalitet apo si institucion. Dhe për në fund do doja një mesazh për gjithë nxënësit apo edhe prindërit e nxënësve, pse pikërisht do të zgjedhin ndonjërin nga drejtimet që posedon shkolla juaj profesionale. Unë apeloj, përshëndes gjithë si maturantët, së bashkë me prindit e tyre, ta zgjedhin shkollën e mesme teknike të Gosivarit, për shkak se është shkollë e perspektivës, shkollë e vizionit, shkollë që ka shumë drejtime dhe profile arsimore, shkollë që ka shumë kushte bashkore arsimore, shkollë që ka një kuadër cilësor arsimor, shkollë e cila respekton normat, kodekset e parapara dhe shkollë që të rive u e perspektiv dhe u hapë shumë djerë për tregun e punës. Zoti Saliut, falenderoj shumë që ishe sot këtu me ne në studion tonë. Kënaqësi dhe nder ishte për mua. Të dashur teleshikues, ishte kjo intervista të cilën e zhvillua me drejtorin e shkollës së mesme teknike Gostivari, nga Gostivari, me zotin Besir Saliu. Faleminderit shumë që na ndoqët, ne bashkë të takohemi javës tjetër.